Më para a marrë gjishi me akullore, tani baba dhe pastaj unë. Recepta është që na kalon gjishit. Për momentin i kemi 18 akullore. Kemi ardhur në vitin 2005 në Itali, më para a marrë gjishi me akullore, tani baba dhe pastaj unë. Jemi këtu në Venecia nga viti 2022, më para jemi marrë me gastronomi, po thuaj se njëjtën punë si tani, po nga viti 2022 jemi kthyer në biznes në vete. Kemi hap xhelaterinë tonë bashkë me babën dhe vllai. Ne jemi nga një fshat i Gostivarit, i Maqedonisë. Me vitin 1965 ka qenë hapja e parë në Serbi të gjishit. Masa ne ka vazhduar tradita siç gjishi, vëllezërit e gjishve, edhe gjitha shumë e radhë, derisa arritëm këtu te na. Ne nuk gjendemi vetëm në Venecia, jemi nga gjithë vendet e pothuajse e Europës, po mirë pa sa më shumë jemi në Kroaci, me gjithë kushërit që kanë njëjtin biznes siç ne, si e kemi këtu, edhe si e vazhdojmë traditën tonë. Akullorët i marrojnë vetë. Koha më shumë që ka njerëz këtu në Venecia është para dite dhe mas dite. Mbrëmja është po ashtu pak e qetë, mirë po kur fillon sezoni veror edhe mbrëmja është me lëvizje shumë. Këtu në Venecia ka gjithmonë turizëm, siç dimri dhe verës. Edhe koha ku më shumë ti ka lëvizje është koha e verës, domethënë prej qershor deri në fund gushtit. Recepta është pak e jona dhe pak si na kalon gjishit, si na kanë lënë neve. E marrojnë vetë akullorën me receptat edhe tradicionale si shkojnë, edhe po edhe ashtu inovative siç e kërkon njerëzia, siç e kërkojnë populli, siç duhet tani. Pas kërkesës madhe, këtë vit e kemi shtuar edhe çokoladën e Dubajit, siç është më e famshme tani në rrjetet sociale, gjithanë mban botës, e kemi edhe këtu te na. Për momentin i kemi diku ke 17-18 akullore, për shkak se gjatësia edhe vendi i lokalit është me mundësi çaq. Varet ndonjëherë 17, ndonjëherë 19, varet si është periudha. Në sezonin veror i kemi më shumë, në sezonin dimror i kemi më pak. Për mua është shumë kënaqësi që e vazhdoj traditën, si dhe ashtu ndihem krenar për punën që e bëj, ta vazhdoj një traditë siç e kanë lënë ato më para. Kemi shqiptarë sa më shumë në weekend, kemi shqiptarë që jetojnë këtu afër Venecës, siç ashtu kemi edhe shqiptarë që jetojnë gjithanë mban botës, janë klientat tonë të mirë se ardhur sa herë çdo që vjen. Venecia dikund në vit kalojnë nga 20 deri në 25 milion njerëz. Periudha më e madhe është kohën e verës, po ashtu edhe kohën e dimrit kur janë Krishtlindjet, kur është viti i ri, ka edhe atëherë shumë turistë. Ju kisha thonë ta ndjekni suksesin tuaj, ta ndjekni ëndrrën tuaj që keni me realizuar, edhe ta bëni çka t'ju don zemra.